Berisha ka deklaruar që do grumbulloj Partinë Demokratike përpara kryeministrisë, duke thënë që ky është parlamenti, ky do jetë parlamenti, pra do kemi një parlament të rrugës. Është një lajm i cili nuk përbën risi, është një lajm i cili nga Berisha është dëgjuar me kohë. Ne kemi parë edhe veprime me ekstreme të Berishës. Kemi parë djegje të kryeministrisë, kemi parë ngritjen e çadrave aty nga Luli, kuptohet, por në nënhyqjen e Berishës, duke vazhduar pastaj edhe me aksione të tjera opozitare brenda parlamentit, duke djegur, duke bërë bojkotin e tjera. Pra, fantazia është e shtruar për vetë faktin sepse Partia Demokratike tashmë është një opsion i vjetruar i Shqipërisë. Fatkeqësisht vendi është pa opozitë, vendi është me një opozitë e cila si promotor të saj ka Berishën. Duke pasur si të tillë, Berishën nuk pritet që të ketë ide të reja, nuk pritet që të ketë një impuls të ri. Vetë Berisha është njeri i plakur, është 80 sa vjeç. Stafi që ka rreth vetes është një staf me nivel kulturor bazik dhe nivel politik akoma bazik. Janë njerëz që thjesht janë sponsorizuar nga Berisha. Aty më aktivi duket Gaz Bardhi, i cili nuk ka pikën e yndyrës politike. Atë yndyrë që ka sepse është në atë pozicion që është, ndërsa për të tjera janë fjalë korr e mos lidh. Është kjo një strategji e ndjekur nga vetë Berisha për të arritur në këtë pikë, sepse tashmë Partia Demokratike, edhe për më mjopët politikë, më po flas për idiotët që i ke gjithë ditën duke u sharë në rrjetet sociale, po për më mjopët politike kuptojnë që ka vetëm një mision. Misioni i saj është të jetë blok rreth Berishës, dhe t'i shërbej atij. Pastaj për çfarë i shërben për mbijetesë politike. I shërben që mos shkojnë në burg, i shërben për të bërë pasuritë, të gjitha këto nga pak. Bëjnë atë që sot është Partia Demokratike. Por nuk kemi një opozitë, dhe kjo është fatkeqësi e vendit. Por ky vend ka kaluar 3000 vjet pa opozitë, kështu që nuk është ndonjë çudi e madhe që mos ketë këto 4 vjet të tjera. Natyrisht që e keqja e kësaj është një opozitë fasad, sepse për lëshime të vogla që do t'i bëj Rama, do japi lëshime të mëdha të saj, duke e formatuar vendin sipas asaj që do Rama. Duhet thënë që njeriu i fuqishëm i politikës për vitet e ardhshme, edhe sikur të tërhiqet nga gjithë funksionet shtetërore, do jetë Edi Rama për vetë faktin sepse ai e ka plazmuar vendin sipas idesë dhe sipas konceptit të tij. Berisha nuk është gjë tjetër veçse një aksesor, ndërsa Partia Demokratike një panel i këtij aksesori, asgjë më shumë. Si gjithmonë në fund ju rikujtoj të bëheni pjesë e kanaleve tona në YouTube, Dritare TV, dhe të kanalit Rudina Xhunga. Ju falenderoj që më ndoqët.